A i dini se nuk është nevoja të bëni ushtrime specifike për qafën, ushtrime specifike për supet, ushtrime specifike për të stabilizuar supin, për të forcuar barkun, apo për të forcuar këmbët tuaj, si dhe për të stabilizuar kyçën e dorës dhe të këmbës. Unë kam një ushtrim që mund të përfshin të gjitha këto dhe pa ju marrë shumë kohë nga koha juaj. Atëherë, ajo që duhet të bëni është të qëndroni në të katërta, duar të hapura maksimalisht të vendosura në të njëjtën linjë me njëra tjetrën, bryli i drejtuar në drejtim të gishtërinjve, kyçi i dorës, bryli dhe supet të jenë pingule me njëra tjetrën pa drejt, supet të larguara nga veshë, pra jo këtu të larguara nga veshë, koka e spostuar lart pra mos të jetë në këtë drejtim, dhe ijet tuaj të jenë në të njëjtën linjë me gjurin dhe vendosuni në majt të gishtave. Dhe ajo që do bëni shkëpusni gjunjët nga dyshemia, mundoni që mos keni harë të mesi juaj, po të fusni legenin brënda. Dhe ngrihuni lart, qëndroni këtu aq sekonda sa të mundeni. Mund të qëndroni 5 frymarrje të thella, ose mund të qëndroni 10 sekonda, 20 sekonda, sa ju mund ta përballoni dhe do ndjeni ngarkesë të madhe të këmbëve apo dhe tek barku juaj si dhe pamundësi për t'ju mbajtur duart në këtë pozicion dhe uluni gradualisht poshtë. Është shumë e rëndësishme që ky ushtrim të mos shkaktoj dhimbje apo ngarkesë në regionin e mesit apo edhe në një region specifik të trupit tuaj, si mund të jenë edhe kurrizi juaj. Ndaj, këtë ushtrim është shumë e rëndësishme ta përsërisni 10 sete, ku secili set është 5 frymarrje. Nëse nuk mund ta bëni 5 frymarrje, mund ta nisni me 1 deri në 3 frymarrje.